para 100 vjetëve në Shkup, u themelua lëvizja e Xhemietit e Nexhit Dragës, e frymzuar dhe sponsoruar nga Partia Radikale Nikolla Pashiqit të Serbisë për ta imponuar komponentin fetar Bagdadit të popullata shqiptare se jemi Türk. Elhamdulillah, vejmë të shpresë Huti për sheriat e kalifat të haremeve ka qenë një lëvizje me target kryesor për ta dobësuar rezistencën shqiptare që luftonin pushtimin e tokave shqiptare nga Serbia në fillim të shekullit 20. Jo tradhti e madhe atëhershme kundër rezistencës armatose shqiptare. Sot pas 100 vjetëve na glorifikohet nga beslagun të ndryshëm në shkollat dhe universitetet tona, votohen libra e jepen doktoratura që është vetëm të merr me i pa edhe me i lexuar kur mundohen lëvizjen e Xhemietit ta paraqesin si lëvizje shqiptare. Ata mund të kenë qenë shqiptar, pa ta ndarë si që kemi sot shumicën e hoxhallarëve dhe këta beslagon, që po i shehnin në dritarën time me emra dhe mbiemër. Por vatani, kibla e tyre është në Stamboll, Bagdad dhe Teheran, janë këdosh të vazhdimësisë së frymës së darjes që ra në duart e lekës madh, djalit të Olimpijës.